Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4 në hapësirën e atij të mrekullueshmit, dritës së mëngjesit. Okej, s'pas ka dhaj shumë dritë sot, po mirë, gjithsesi. Marcel Rupi, po ku je mër Marcel, ku je? Mirëmëngjesi, Klevi, mirëmëngjesi gjithë atyre që na ndjekin. Edhe sot kemi dalë kështu për dritë, për të dhënë dritë dhe për të marrë dritë, sepse sigurisht që ne marrim energji nga qytetarët çdo mëngjes në mënyrë si përgjigjen, se si na presin. Megjithëse kanë një çik nxitim çdo mëngjes, por patjetër që jemi shumë të kënaqur. Sot kemi dalë në mes të Tiranës për një temë shumë interesante, për të pyetur qytetarët se çfarë do të bënte në kuptimin ekonomik që të ishin gjithkohon të lumtur, nga mëngjesi deri në darkë. Sa do të ishte vlera ekonomike që donin të merrnin çdo muaj që të ishin të plotësuar. Sa e duan rrogën, domethënë. Dhe në fund të fundit, për çfarë do t'i shpenzonin, se nuk mjafton vetëm të kesh lekë. Madh me i prish lekët. Për çfarë i shpenzon. Marcel. Mirë. Ja, do pyesim një qytetar direkt, meqense është këtu. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si je? Kam një pyetje shumë interesante, meqense shoh njerëz që ndonjëherë të mërzitur kjo kriza ekonomike. Sa para do doje të kishe në muaj, pra rrogë ose fitime, që thoje unë jam i plotësuar? Tani klasa politike ka 34 vjet, ka bërë në një minimum jetik? Unë po t'jap mundësi më thuj ti vlerën, sa e do ti mujore që t'jesh i lumtur, del nga shtëpia thu, ja, kjo është jeta. Minimumi 800.000 lekë. Po jo minimumi më maksimumin tënd, atë që të pëlqen ty. Sa do doje ti të kishe që thua kaq duan? 1,5 milion. Marron po 1,5 milion? Po në muaj duhet marrem. Më thashë dojmë 15 ditësh, po muaj. Këtu s'ka fund tallje mendes. Rriti pensionet 3.000 lekë, 4.000 lekë, ndërkohë katunarët me fjalë 2.500 lekë kilja rrushit. Ata që punun dhe sakrifikun rinin e tyne me 3 turne drejqet bjerë, më kupton, ndërtun gjithë Shqipërinë, marrin pension qesharak. Ndërsa pa u thonë punë e marë, janë bo kryeministra, ministra, drejtorët doganash, s'din ku çojnë miliardat e eurove, jo milionat, miliardat e eurove. Këtë vend nuk dun me e bë, si kokat e politikës edhe faktorin ndërkombëtar. Nëse ti do të kishe për shembull 1,5 milion sa ç'po kërkon. Kaq kërkove, kaq do t'jap. Për çfarë do t'i shpenzoje më shumë ti? Ushqim. Ushqimi 1,5 milion? Po. Po i bie mos dal nga shtëpia të më thash apo? Jo. E ke gabim. E kam gabim thonë kështu si kanë shkuar çmimet? Çfarë ditë për ditë vetëm arritje çmime shka. Me fjalë, jetesa këtu është nuk quhet më mbijetesë, por është investim, domethënë duhet të investosh për të ngrënë bukë. Është çmenduri, fatkeqësi, ta thash. Edhe faktorin ndërkombëtar nuk do, se po të doje me një mesazh me fjalë i drejton i vëm binar këta kokat e politikës. Po pse s'kërkove më shumë apo unë ta lash në dorë, pse 1,5 milion me që kaq duhen për bukë, kërkoje më shumë apo? Jo, kaq mjaftojnë. Kaq do. Kaq. Më shkruajmë mbas dite do flasim. Patjetër. Iku mbaroj. Është shumë interesant. Do të zgjidhim problemet o nuk ka. Shumë interesant zotria Marcel. Nuk ka. Edhe unë besoj që ti sapo ke identifikuar një nga telefonuesit e mëngjesit, sepse zotria, sipas nga zërit paktën, më duk si telefonuesi mëngjesit. Edhe sapo identifikove një prej shumë telefonuesve Marcel. Je dhe investigues. Po pse vetëm fansat e studios do kemi? Po që kemi fansat e rreni, e din, Klev? Që çdo mëngjes mezi presin për dal tek ne për të folur? Ja ku i kemi, mirëmëngjes. Se sa erdhi. Sa erdhi se nuk kishte këtë sinqerisht. Erdhi tha, lutem tha dua të dal. Patjetër. Po, është e vërtet. Mirëmëngjes si je. Mirëmëngjes, përshëndesim gjithë televizionistët e News 24. Dhe ju urojmë një ditë të mbar. Faleminderit, edhe ti. E di kush është pyetja ime tani? Pyetja që do i bëj të gjithë qytetarëve. Dua sa e do vlerën mujore që të thuash unë jam i kënaqur me kaq para në muaj, fitime ose rrogë. Pra thua unë kaq dua. Po ama që ti plotësosh gjitha. Zoti Marcel Rupi, pyetja është inteligjente dhe duhet patur parasysh që shqetësimi i qytetarëve është aty se sa mojnë, sa fitojnë dhe sa shpenzojnë. Ti vet më thuaj, sa do ta doje pagesën mujore që thua del nga shtëpia je i lumtur dhe shkon në shtëpi i lumtur thua ja arrita. Po unë do të bëj një përmbledhje të vogël. Për shembull 700 euro paguaj pa banesën. 500 euro ushqim në muaj që pasi jetoj vetëm. Po. 1.200 euro. Shko
400-500 euro ushqim. Po për ma the, 700 dhe 500, the? Po, 1200. Atës E bërë njërë, nuk ka nevojë të jetë 2-500. e kam fjalën Se mrena një muj po E flasë. kam fjalën për kafe, për kështu 500 tjera për kafe? Po, pra, me Iku i shokë, 500 për kafe. Tjetër. 1700. Iku një Një 1000 euro roba, plaçka, në muaj. 1000 euro në muaj rroba. Po, jetë të teptoni, Zotria i përdor vetëm një herë rrobat Edhe dhe i heth apo shken të 2200. Llogariti dhe Po. 200-300 euro je internet, je Deri tani televizion. 2000 euro je grop, je 0-0. Je Pa fut gaz, gjë. je elektricitet. Pyetja ime është kjo, meqense ma kërkojnë edhe nga studio. Po. Rrobat i ke një përdorim, domethënë i blen firmatu, i përdor dhe si përdor më se 1000 euro. Është e vërtetë se mrena ditës me thonë mund të ndrojmë 2-3 herë dhe ata që i verë sot nuk më shemo. Po një herë dhe mos mbledh llogaria 2-3 herë se sot. E kam fjalën që ka njerëz që e jetojnë jetën si duhet, ka që ngushtohen pak, por me 3000 euro në Tiranë jetohet, pasi vërtet është i nxehti amerikan për sa i përket ekonomisë, po sidoqoftë bëhet sebeb. Po Me 3000 euro thotë ti, edhe jetohet sipas teje. pasi unë dikur punoja Ishe i kënaqur me 3000 euro apo do më shumë? Se 3000 euro për ty që nga kështu 0-0 akoma. Po 3000 euro unë i shpenzoj dhe pa i marr ato lekë, domethënë. pa i patur i pa i shpenzon, marrë. imagjino ti ket. Po siç e dini, Pa i patur i shpenzon, po ti kesh ç'a bën ti? I shpenzon 2 herë. po siç e dini, do të patur një trashëgimi, domethënë nga gjyshja, nëna, baba, domethënë, dhe atëherë vije se sot për sot ata që edhe në hapin e parë në jetë, ata nuk mund të përballojnë një jetë të tillë. Ndaj edhe emigracioni është masiv në shkallë Ty të fillon nga 3000 euro shpenzimi. Këtë doja të di. Do t'i kishe sot, po t'ja 5000. Për çfarë do t'i shpenzoje më shumë? Po spari, Më duket se përgjigjen edhe se ishte çështje veshje. po spari do bëja një protestë që sërish News 24 të kthehet te godinat e saj. Po flasim për gjë tjetër. Po, Për protestë nuk duhen lek. Kam fjalën se çfarë do Duhen bëjë, thirrje. domethënë, që të bindja qytetarët që t'i bashkoheshin, domethënë që edhe një herë të Faleminderit mobilizohesh. për Pyetja është për çfarë do t'i ndërgjegjësimin, shpenzoje parat. Po parat pra, dëmlidhja shokët, diqarasja dhe pastaj di bindja që të vitin në protestat e tij. Jesi, shumë faleminderit sepse je një nga personat cilët realisht na kanë ndjekur edhe në protesta të News 24 dhe faleminderit shumë për ndërgjegjësimin tënd qytetar. Po është e vërtetë dhe meritoni një gjë të tillë, pasi siç e dini, ju jeni media që edhe familja ime dhe të afërmit e mi e shohin non-stop. Dhe kjo është diçka pozitive që na tërheq, na motivon dhe na orienton, pasi siç e dini ne jemi pak të Çorientuar. Kështu gjeni orientim. orientuar dhe kjo është e vetmja mënyrë burim, frymëzimi që na jep dije në jetë, dhe kjo është media e saktë publike që na bën që Marcel, faleminderit shumë zotrisë, faleminderit shumë ty, sot ishe tjetër nivel. Ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Të Çdo përshëndes, ditë duke rrit nga pak, ç'a të bëj? të faleminderit shumë. Vazhdo me këtë ritëm, pastaj do arrim majat, pastaj nuk e di ç'a do bëjmë. Po ne bashkë do të qemi sërish të hënën, bëj një pushim Marcel, merri mblidhje energjit, edhe për të hënën pastaj zjarr prap. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për koha për të zgjuar për ditën e sotme. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen tuaj. Bashkë do të qemi sërish nesër.